Pas shkullërzimeve, ka pasur të plot raste që ka pasur probleme me gratë, ku duhet të gjenjë një mbështetje dhe nëse kujtojmë që nga kohët e mëhershme, kanë qenë ato të vetme të cilat kanë pasur problem për rikthimin tek familja e tyre. Por si ndikojnë këto, sa kemi raste të tilla të njoftuara dhe si mund të jepet një epilog për të kaluar një rast të tillë sa më lehtë, do të flasim me të ftuarit tonë në studio. Dhe sigurisht përmes lidhjes direkte, kemi Petrit Thaçin, psikolog. Petrit, faleminderit shumë që je sot me ne këtu. Faleminderit, kënaqësi imja. Faleminderit. Dhe në një lidhje direkte do të jetë edhe avokatja Femije Gashi Bytyqi. Zonja Femije, faleminderit shumë që jeni me ne sot. Mirëmëngjesi, faleminderit edhe për jush. Faleminderit. Do një të apënisim pra kështu të pak ma detajisht çysh qëndrojnë realisht Kosova për çështjet e shkullërzimeve dhe këto raste të fundit. Fillimisht edhe një herë mirëmëngjesi për ty Arda dhe për gjithë mysafirët cilët veç tashmë kemi në lidhje edhe në studio. Po e fillojmë kështu me shkullërzimet ose divorcet fakt të themi, që është një prej situatave më të rënda nëse folim, edhe që në vendin tonë fakt po e flas të vitin që janë pas, ka pas një numër e të rritjeve të divorceve. Kjo si shkak pasojë e situatave të cilat nuk kanë gjetë një mirë kuptim në mes çifteve të kurorzuara të cilat ka qenë në mes tyre. Gjatë vitit 2024, numri i personave të cilat janë divorcuar ka qenë 1312, edhe çifte të cilat janë të divorcuara tashmë, edhe që kjo lloj situate ka ardhur si shkak pasojë, siç e thash, e mosmarrëveshjeve të cilat kanë pas mes tyre. Në hulumtimin të cilëve që kanë bërë dhe kanë diskutuar, është se shumica e çifteve nuk janë ndarë në mënyrën e duhur, edhe nuk janë ndarë në situatat e rrethanat e duhura, pavarësisht asaj që posedojnë 2 apo 3 fëmijë, cilët veç tashmë janë pjesë e kësaj situate dhe gjenden në këtë lloj pjesë situate, edhe që si shkak pasojë e këtyre ndarjeve, një numër i madh po ashtu i fëmijëve kanë dërgu prindrit e tyre, i kanë dërgu fëmijët e tyre që të marrin ndihmë nga psikologë të ndryshëm për shkak situatës e cila nuk e kanë prit mirë përjetimin e ndarjes së 2 prindërve. Kjo situatë ka ardhur e çifteve të cilët kanë pas mosmarrëveshje, edhe që ndarja e tyre ka ardhur në situatë jo shumë të mirë. Po. E përmendi pra Donjeta Petrit pak a shumë edhe ndikimin që ka tek fëmijët dhe a varet ndoshta kjo edhe nga moshat që kanë fëmijët, se në çfarë moshe janë ndoshta dhe mund ta përjetojnë më rënd apo më. Padyshim që po, fëmijët janë ndoshta ajo pjesa më e ndihshme realisht ose që përjetojnë në mënyrën më problematike efektet apo influencën e tërë social psikologjike të pas divorcit të prindërve. Normal që nevoja thelbësore e fëmijëve ose e personave në zhvillimin e hershëm të jetës së tyre është nevoja për dashni, nevoja për përkthjelje, nevoja për me ndjejt sigurinë edhe klimën harmonike të familjes, pra është ajo foleja, është pjesa më e rëndësishme në një forme. Nuk shohim kur gjë më të rëndësishme, nuk shohim më të rëndësishme as shoqërinë, as shkollën, as gjë, domethënë konceptet të tjera që kanë bëjnë me egon e tyre nuk janë akoma të zhvilluar edhe perceptojnë veten si pjesë të pandashme të mamit, babit realisht, edhe kur kjo tablo gërvishtet, thehet, plasaritet, normal që për ta ka me pas ndikim të fuqishëm në psikologjinë e tyre, duke shkaktu frikra, duke shkaktu ankthin, pra ne e njohim një diagnozë që rregullimi i ankthit të ndarjes, pra ankthi i shkputjes, pikërisht në fazat e hershme pjesa dhe aftësia më e rëndësishme emocionale psikologjike që zhvillohet është kjo lidhja pra që zhvillohet mes fëmijës dhe prindërve të vet. Dhe një shkputje e tillë në këto faza të hershme kur fëmia nuk është i gatshëm të kuptojë proceset, të kuptojë konceptet është problematike. Po natyrisht ka dallime në moshë sepse secila moshë ka mënyrën se si kupton bot kuptimet dhe konceptet, po edhe ka dallime për mënyrën se si ka ardhur deri tek një divorc dhe si kanë interpretuar prindrit. Sa mitësisht kanë të du me japë fund asaj lidhje, sa kanë dhënë kohë realisht për me punu dhe me integru brenda koncepteve, brenda emocioneve të fëmijës për diçka që po ndodh, sa kanë arrit ata me ofru atë falloj sigurinë që çfarë do që të bëhet, fëmia prapë do ketë mbështetjen dhe dashurinë e tyre. Prandaj janë shumë faktorë, po si përgjigje përgjithshme, normal që divorci nuk është i këndshëm dhe jo vetëm për fëmijët, por në koeficientin e stresit në nivel global, një farforme kur janë në rëndit në ngjarjet jetësore, njëri prej partnerve normal që mund ta përjetojë divorcin me një stres psikologjik të barabartë ose thuajse ngushtë barabartë me vdekjen e dikujna, me humbjen e dikujna. Pra është në top listën e streseve jetësore për njërin, pra tash varet cili është iniciuesi, cili po largohet, cili po braktis marrëdhënien, cili po tradhton marrëdhënien,
cili po sheh alternativat mundshme dhe po gjen diçka më bukur dhe cili po mbetet me ndjenjen që u braktisa, u tradhtova, u prejta në besë ose ku ta diun. Pra, kështu pak a shumë. Po. Zonja Femije, besoj që ty të karo edhe në këto raste si një avokate, ke hasur edhe në proceset e divorcit, dhe desha të pyes si ndodh me këto raste të kujdestarisë së fëmijëve, sa ka probleme realisht kur ndodhet një çështje tillë? Desha të them, Petritje e përshkruti se çfarë ndjenje, do me thonë, përjetojnë fëmijët në rastin kur ju ndohen prindrit. Në praktikën time kom pas raste kur kanë qenë edhe madhor, do me thonë, mbi moshën 18 vjeçare, kanë qenë studenta, sidomos këtë rast vajzat kanë një ndeshmëri më të madhe, edhe megjithatë kanë përjetuar shumë rëndë. Mos flasëm më për situatën kur janë ata të vegjël, madje unë mendoj edhe pse për shembull për Evropë, për shtetet e avancuara, kjo çështja e zgjidhjes martesës është e rëndësishme, po nga ajo çka kom pa në Kosovë, unë konsideroj që ndarja e prindve ndikon edhe në formimin e personalitetit, edhe në rritjen e tyre, edhe në krijimin e tyre si persona të fortë. Domethënë ata në një moshë të njëjtë thehen edhe derisa të rriten edhe të kuptojnë se është, domethënë, nuk ka diçka jashtë normale, se edhe nëse dalin prindrit, mirë po megjithatë kanë pasoja. Pikërisht këtë pyetje që më bëre është delikatesa më e madhe me cilën ballafaqohemi në gjykatë, nga se ende, domethënë, pi referohem gjithmonë për vojës time, afër 90% rasteve, domethënë, përfundojnë në mënyrë të vështirësuar me padi, edhe duke i kalu shkallshmëri, domethënë shkallën e parë, dytën, madje kem kërkesa kur kërkojnë të shkojmë edhe në gjykatë supreme. Mirë po pikërisht problemi është te çështja e besimit të fëmisë, për arsye se aty të dy prindrit, që është normale, luftojnë cili do të ketë besimin e fëmijëve. Madje në këtë rast, me qenë se ligjet e Kosovës edhe ligji mbi familjen i Kosovës është ligj ekskluzivisht në frymën e ligjeve të shteteve të Bashkimit Evropian, do të thonë janë disa kritere që mirën, që siç është tash në këtë rast organi kujdestarisë, qendra për punë sociale, po flasim kohën kur nuk kem pajtime që kujna t'i besohet fëmijëve, ata do të thonë japin vlerësimin, i shiqojnë kushtet tash në këtë kohë ku po qëndron babai edhe nana, edhe japin mendimin e tyre. Shpeshherë në praktik kemi pas raste kur dy qendra për punë sociale, si duket ka qenë një farë lloj subjektivizmi, për shembull, po e marrim shembull, qendra për punë sociale në Fushë Kosovë ka propozuar që t'i jepet nënës fëmijë, ndërsa qendra për punë sociale në PD e ka arsyetuar se duhet t'i japin babait. Mandej në këtë rast për shikuesit do ju them që kur fëmijët i kanë mbushur 10 vjet, që 10 vjet e një ditë, ata përmes psikologut, e cila i trajton paraprakisht, ata mund vinë edhe të deklarojnë në gjykatë që janë momente shumë të rënda për ata fëmijë, por natyrisht këto momente janë të rënda edhe për prindrit, për shkak se ata parafërsisht e dinë çështjen e tyre, mirë po në fakt aty është momenti kur dohen. Edhe problem tjetër është edhe çështja e kontaktit, sepse kjo është paket, domethënë shkon zgjidhja e martesës, besimi i fëmijës, çështja e kontaktit me prindin tjetër, varësisht kujt i beson, edhe çështja e alimentacionit, çështja e mbajtjes financiare apo alimentacionit. Dhe çështja e kontaktit të fëmijëve shpesh ndodh në praktik që ai prind i cili fiton fëmijët madje fillon që të krijon, domethënë te fëmiu ta bind edhe të ndikon, them drejt për drejt, që ai fëmijë t'i shmonget kontaktit me prindër, edhe pse pa harru, sepse në momentin kur mirë tek gjykimi, edhe është një formë së prerë, dhe gjykata vendos lidhur me besimin, me kontaktin, me mbajtjen financiare, domethënë parashihet që në mosbatimi i gjykimit është vepër penale. Pavarësisht cili dispozitiv është, për shkak se në petitumin e gjykimit, domethënë këto ndohen. Ndërsa te zgjidhja e martesës kryesisht nuk ka ndonjë sfidë gjykata, për shkak se aty ne ju sqaron trupi gjykues, pikërisht të raste duke qenë ashtë ndjeshme, parashihet që të marrin pjesë edhe gjyqtarët përët. Gjyqtarët përët ata janë gjyqtarë të cilët kanë, domethënë, një përvojë të mirë, janë persona kredibil, edhe në këtë rast të zgjidhjes së martesës nuk kemi atë shumë problem. Problemi ndodh te këto kategori tjera, po problemi dhe më i madh, të cilit ju e bërë në hyrje të emisionit, e që mua më pëlqej është çështja ku më tutje do të banojnë çifti i cili beson fëmijët. Këtë rast nuk po dua ta tanoj që jam grua, për shkak se para ligjit të gjithë jenë barabartë grua po burr, mirë po tena siç është tradita tena dhe shtetet e tjera,
por shtete tjera ndryshe rregullohet statusi kur martohen. Kryesisht gratë shkojnë te burri dhe në moment kur ato ndohen, realisht jesin me fëmijë, them në përduar, edhe në përkom nga arsyeja se pavarësisht që ligji mbi familjen lejon edhe ndarjen e pasurisë, praktikën gjyqësore nuk e di pse ndodh kjo, ata ndojnë këtë çështje, edhe e konsiderojnë se nuk është me prioritet, siç është, domethënë, këtë rast zgjidhja martesës, besimi i fëmijës, vendosja kontakteve, çështja e alimentacionit e tjerë. Prandaj këto sfida, shembullun e kam 2-3 kliente me cilat i përfatsoj, jo me pa di në gjykat, ato janë me fëmijë tash të prindët e tyre, edhe çfarë presioni unë kam me të drejtë për arsye se pavarësisht mundi që e ka bu kontributit, domethënë kontributi martesor është kur prej momentit lidhjes martesës deri zgjidhja ajo çka është kriju bashkë, është pasuri e përbashkët, mirë po pikërisht to problem për arsye se më vjet gjykata për shkak të landëve të shumta që i ka, nuk ju jep prioritet kësaj situate edhe jesin këtë rast pikthallit. Mandej është mja problem sidomos te rastet kur edhe pse ligji dhe në këtë drejtim kujdeset cili prindi ka kushtet ekonomike, domethënë më të mira, problemin e kemi edhe te zbatimi i pjesës së dispozitivit ku kemi të bëjmë me mbajtjen financiare, për arsye se po e marrëm shembull, për me cilën e kuptuar nga të shikuesit, në marrjen e gjykimit fëmijët janë të vegjël, edhe po e marrëm sillet dikon pragu 150 për një fëmijë e më tutje, edhe pse në praktikë kanë ndodhur raste të caktuar 500-700 euro. Mirë, po me kalimin e kohës fëmija ka kërkesa. Prandaj këtu është telasja se në moment kur vendoset këto me gjykim për kategoritë të cilat i përmenda, ata fëmijë deri në moshën 18 vjeçare, apo në rastet kur janë edhe studenta, mund, nëse është avokati profesionist, ke drejtim të kërkon me gjykim që deri në moshën 26 vjeçare mbajtja financiare t'i jepet. Këtë rast burrat hezitojnë, pa mandej ndodh ndonjëherë edhe mos kuptimi jam me ta, edhe pse ka raste kur i përfatsoj, për arsye se ata më njëherë si ndohen, planifikojnë që ta krijojnë martesën tjetër. Edhe shpesh herë më thonë, po do të më marr grunë tjetër, do të më marr grunë tjetër edhe detyrona që them rregullt. Pajtohem me juve, po ata fëmijën t'juft. Është duhet me mendu, domethënë krijosh familje, mas pari dhe lidhjen e konorës, edhe kur lindin fëmijët është një përgjegjësi prindore. Mandej kjo përgjegjësi prindore ndonjëherë din që nëse nuk kujdesesh, është dispozit e veçantë dhe kodit penal të Kosovës, ku kom pas raste, domethënë tash nuk ka brenda 3-4 muajve, kur prindi, domethënë është vendos në bankën e të akuzurit për shkak të mos përmbushjes prindrore, për shkak se deri në moshën 18 vjeçare prindit kanë obligim fëmijët t'i mbajnë, siç parashihet edhe me ligjin mbi familjen, që kjo çështje preket shumë pak, edhe prindrit kur plakën, kur janë të paaftë të ardhura dhe fëmijët kanë detyrim, domethënë që ndaj prindve. Mirë, po këtë pjesën e detyrimit ndaj prindve nuk është për të theksuar as në studiet e juaja, as në gjykata. Po. Donjeta, so shohim realisht to raportimet që i diskutuam, sa shohim raportime dhe si raportohen ashtu po i referohem këto çështje të shkullërzimit. Në fakt, Arta nuk është një numër i madh i cili raportohen fakt në media. E dim që pak jemi popull i cili veç ngurëm edhe pak ende patriarkal, kështu të themi, edhe i ngurëm e kësaj situatës që me shfaq divorcin në media dhe krejt këta, ajo që se që ka në shfaqet janë vetëm fytyrat publike, cilat veç e marrin vesh edhe diskutojmë, edhe sidomos të kohët e fundit që është diskutuar mjaft shumë për disa prej fytyrave publike që është duke ndodhur krizë edhe divorce mes tyre, ndërsa sa i përket personave të thjeshtë të cilën veç unë e tregova që tashmë një numër i madh ka ndodhur në vitin e kaluar sa i përket ndarjeve në vendin tonë, nuk është që kemi pas një situatë të tillë. Diçka që raportohet më shumë te ai dimë është dhuna me familje, e si pasojë e kësaj dhunës familje, po mendoj vinë edhe këto situatat e divorceve edhe që ndikojnë në raportin e çifteve sa i përket jetës së përditshme. Po. Përkaq, e tretë diskutuam pra pak a shumë që e përmendë edhe zonja fëmijë që fëmijët janë ata që mbesin më të traumatizuarit nga këto ndarje, por nëse flasim konkretisht, pra si mund se shpesh edhe fëmijët të dinë të kenë simptoma të ndryshme lidhur me atë si e përjetojnë. Si mund ta vrejmë nëse një fëmijë po e përjeton goxha rënd, se të mos shkojmë ndoshta në një rast që nuk do të dëshironin ta keni? Po.
Në përmena pak më herët në atë filloj analizën e parë që realisht pjesa ma problematike në këto faza, sidomos në për këto procese, mund të shfaqet si pjesë ankthit të ndarjes dhe realisht fëmijët shfaqin simptoma anksioze, shfaqin simptoma të frikës, të nevojës realisht për me u afru ma shumë dhe me u siguru që njëni prind ose tjetëri prind s'kam i braktis ata, realisht pasiguria është ajo vëllai pjesa e përgjithshme emocionale, është një lloj nervozizmi ose dëshpërimi që të mos themi tamam me terma depresivitet, sepse ndoshta jo gjithmonë plotësojnë një diagnozë të tillë. Shumë shpesh mund të kenë atë ndjesinë sikur ata mund të jenë fajtorë që realisht ka ardhur puna, sepse ata nuk njohin ato sekretet edhe çështjet konkrete ose çështjet çfarë kanë ndodhur psikologjikisht apo ligjësisht apo ekonomikisht mes tyre. Pra, dhe kjo është ajo filloj barra e madhe që ata kanë në supet e tyre, kanë realisht me veti. Dhe e rëndësishme është që në këto faza të marrim mbështetjen e caktuar me profesionale, të marrim mbështetjen psikologjike që me ta të punohet, me ndjenjat e tyre të punohet, që ata mund të shprehin ndjenjat e tyre, mund të shprehin përmes simbolikave, përmes vizatimeve, përmes bashkëbisedimit realisht të qartë, që mund të interpretohen koncepte më të bukura, më të pranueshme realisht për me pa ata që prindrit nëse realisht nuk vendosin me qëndru bashkë, ata nuk do të thotë që nuk janë më prindrit e tyre. Pra kjo kish me qenë nësha pjesa më e shëndetshme që mund të më implementuar apo? A mundet me ndiku Petrit për shembull mënyra e ndarjes? Nëse flasim shpesh mundet të qenë ndarja ndoshta më konfliktuoze, por edhe mund të ketë ndarje më miqësore. A ndikon edhe kjo? Padyshim që po, nëse prindrit kanë me ulë dhe me interpretuar të fëmijët e tyre që okej, ne jemi miq, po për x arsye nuk mund të jetoj më gjithmonë në një kulm të përbashkët, por ju do e keni gjithmonë mbështetjen time dhe të saj, ose time dhe të ti, realisht varet prej cilit po interpretohet, patjetër që kish me qenë shumë e lehtë, patjetër që kish me qenë e akceptueshme. Dhe esenca është edhe koha që ne japim, pra deri tek proceset e ndryshimit të asaj dinamikës të përditshme. Pra ne duhet japim kohë që fëmia të adaptohen me konceptin, me idetë, me ato shpjegime që ne ju japim, dhe të mos bën gjërat, ta them kështu, tap rap, ose si rrufe që për ta të jetë shumë problematike, sepse tek ne dim që psikologjikisht çdo proces si për fëmijët si për të rriturit, kur vjen në mënyrë të shpejtë, kur vjen në mënyrë pa përgatitur, kur vjen në mënyrë të pa paralajmëruar në farë forme, e ka problematikën e vet. Çdo gjë që vjen si stuhi, normal që është më problematike dhe më e ndihshme se sa gjëra që vijnë gradualisht dhe të sqaruara, të adaptuara për nevojat emocionale dhe psikologjike të atyre që po kalojnë. Po, sa i përket kësaj, Petrit, përgjithsisht, pra fëmijët edhe atë, por nëse flasim për ndikimin që mund të ketë ndoshta edhe kjo tek fëmijët e brendshëm që mund të ketë, është ndoshta shpesh edhe zgjidhje më e duhur, ndoshta është kurorëzimi apo ndarja apo ndoshta edhe un kam raste të tilla që tentoj me punu realisht edhe me partnerët tashmë të ndarë në farë, po edhe me fëmijët e tyre, edhe un kam pasur deklarata të tilla në zyrë që nëse kam bërë pyetje për shembull një vajzës më duket 12 vjeçare ka qenë, tash po e kujtoj vetëm po e citoj si rast, jo si emër, pra kur i kam pyet, a kishe pas qefti me u kthy babi dhe mami bashkë, ajo ka thonë jo asesi, unë jam shumë më e lumtur tash. Te mami kam një dhomë të veçantë me plot lodra dhe kukulla, gjithashtu edhe te babi kam një dhomë të veçantë, atje janë ngjyra të ndryshe dhe këtu janë ngjyra të ndryshe, dhe çfarë mungojnë pjatat që thehen dhe gjuhen dhe zërat e ngritur. Por prapë kam edhe mamin edhe babin, dhe kam 2 shtëpi, vend se me pas veç një shtëpi, kam 2 dhoma, vend se me pas veç një dhomë, por nuk kam zhurmat e tyne. Kështu që jo gjithmonë konteksti i divorcit, nuk kam thënë edhe për disa emisione tjera, jo gjithmonë konteksti i divorcit duhet me u pa vetëm me forma negative. A është diçka për ta duar trokitur në shoqëri? Patjetër që nuk është për të duar trokitur, po nëse kthehemi dhe analizojmë që njerëzit që janë në martesë janë personalitete, janë konstrukte emocionale dhe psikologjike, dhe është shumë e rëndësishme edhe shëndeti mendor i tyre. Po përveç shëndetit mendor, është shumë e rëndësishme edhe mirëqenia jetësore e tyre. Ata kanë vetëm një jetë. Dhe realisht ne pikërisht tani shohim që rastet e shkurorzimeve të ndarjeve janë rritur. Jo pse më përpara s'ka pas dhunë dhe tash ka dhunë, jo pse më përpara s'ka pas varfëri dhe tash ka varfëri, jo pse më përpara s'ka pas konflikte dhe ndërhyrje tjetër dhe tash ka. Po tani vetdia mbi mirëqenien, mbi individualitetin, mbi atë egoizmin e bukur për veten realisht. Pra vetdia mbi ata egon personale dhe krenarin personale është e ngritur paksa dhe njerëzit më nuk durojnë që t'i vjen toja dejt e ashti nëse themi kështu në thojza, prandaj edhe marrin në një moment caktuar vendimet e duhura për atë individualitetin e vet. Dhe nuk janë më të gatshëm shumë me sakrifiku as për hatrin e fëmijëve në thojza, as për hatrin e moralitetit dhe traditës atë fesë ku ta di, pra edhe kjo është ajo lloj pjesa që
ndikon një farforme me pas raste më shpesha. Prandaj, ka të mirat e veta, ka të ligat e veta. Ka njerë mund tjetë thjesht një mos kokqarje, një mos përgjithësi, një mos pjekuri emocionale që njerëzit e kanë shëndru martesën si një trip, e kupton? Dhe kjo në asha kesh me qenë ja falloj problematika negative, po nëse vërtet divorci vjen si shkak i konflikteve shumë të thella, si shkak i ndryshimeve shumë të mëdha personalitet, si shkak i potencialit dhe votrave të herpasershme të mundësive për dhunë, normal që edhe ne profesionistët do këshillonim që hajde t'i ndajmë këto degë, dhe të mos i lëm të krijohen problematika. Se na do të me kuptu edhe një sen tjetër. Këta fëmijë që na po kujdesemi për ta, si do e përjetojnë divorcin, ne do të me kuptu edhe këta fëmijë, nëse rritën në bashkërsi të dhënshme, në familje të dhënshme, a do bëhen nesër delikuent potencial, a do bëhen nesër me personalitet antisocial, a do bëhen nesër një potencial i krimit në shoqëri, edhe i delinkuencës përgjithësisht në shoqëri. Pra, prej hiqit edhe prej kotit nuk dalin problematikat. Këtu në familje themelon ato fillojnë problemet e para, të konflikteve, të dhunës, edhe pasaj ata kret atë farallëmlefit të ngarkuar e shkarkojnë qoftë e shkolla me një kallash atje, qoftë në rrugë që tash mos përmendem dhe mos të stimulojmë ide të tilla, se kanë erdhë vetëm shpjegimi i gjonave shumë detajisht stimulon ide të tilla. Prandaj okej. Kjo është deri këto. Zonja Femije, ndërkaq që soi përket proceseve përmendë pra dhe ti që mund tjetë ajo vështirësia kryesore është kur ka probleme për ndarjen e kujdestarisë dhe sigurisht pastaj ky procesi i shkullërzimit, pra derisa të vijë deri tek shkullërzimi dhe gjërat e tjera a mund të ndikojnë realisht në procesin e ndarjes dhe kemi parë pastaj edhe raste që ndoshta njëri prindën tonë të manipuloj fëmijët që të qëndrojnë në anën e tij. Si shkon realisht ky proces? Po, kemi këtë rast, pra pikërisht në këtë rast do me thonë involvohet edhe psikologu i fëmijëve, në rastet kur palët e propozojnë, kur e shofëm se ka ndikim, po problemi ndodh kur aktgjykimi merr formën e prerë, edhe më është jashtë durve të gjykatës, atëherë manipulohet, pavarësisht që domethënë ende prindit nuk e kuptojnë se mos zbatimi i këtyre dispozitivave të aktgjykimit paraqet vepër penale, saqë praktikën gjyqësore unë kam pas rast kur personi i cili nuk i ka burrin këtë rast, nuk e ka zbatuar aktgjykimin për të përmbush bajtjen financiare për vajzën e vetme që e kishte, domethënë ju ka hop kallëzime penale, pastaj akta akuza, edhe i njëjti është arrestuar, zakonisht vendosen ato stop listat në për aeroporte, në për pikat kufitare, edhe kanë marrë edhe mandetet nuk jem dijeni për çka. Që ja i paraqitej, sepse edhe në këtë kuptim, domethënë edhe nuk është arrit vedia që të kuptohet sa serioz është mosbatimi i aktgjykimit. Kemi shumë raste, kena edhe raste kur zakonisht në rastet kur ju besohen nanave fëmijët, kur kryesisht në praktikën gjyqësore, sidomos fëmijët kur janë të vegjël, nëse ato punojnë pavarësisht çfarë do pake që kanë, është morali, është hynore që fëmija t'jenë me nanën, po ju gjithmonë ligji nuk e thot këtë, por po e foli për praktikën gjyqësore, mirë po mandej janë gratë ato të cilat dinë shumë të manipulojnë me fëmijë, duke pengu kontaktin me fëmijë. Mandej e fëmijët me babën e tyre. Prandaj në këtë rast kur në zyrën time trokasin qëtë gratë, qëtë burat, unë s'pari i thëmë kjo të pret ligjërisht, edhe nuk e qare pa e kalu, si që ndodhë edhe të çështja zbatimit të alimentacionit. Dashtë ata dojni, do me thonë, t'ju sqaroj edhe shikuesve të Kanal Deqit që pavarësisht që mirët aktgjykimi edhe pavarësisht që bëhet i formës së prerë, do me thonë, atëherë në kuptojmë ai veç fillon zbatimi i tij, kemi raste ligji lejon që në një periudhë kohore kjo pjesë lidhur me kujdesarinë e fëmijës, lidhur me kontaktet e fëmijët, apo lidhur me mbajtjen financiare, apo alimentacion, siç i thuhet shpesh, të ndryshohet. Edhe për praktikën time gjyqësore, ku pas rast, kur nana për arsye ekonomike vetë ka hik dorë për fëmijëve, ka thonë nuk kam kujt çoj, mirë po në ndërkohë ata fëmijë kanë kaluar mbi 10 vjet, për fatin e mirë, ajo në ndërkohë është shkollu, është punësu, edhe ka trokit derën time që të ndryshohet pjesa e aktgjykimit, do me thonë për lidhur me kujdesarinë e fëmijës, edhe fëmijët kanë arrit mbi moshën 10 vjeç, madje janë deklaru se ata dëshirojnë të shkojnë me nanën.
pavarësisht kohës sa këshin qëndru të familja e babajt, si duket kjo lidhja hynori u ka ndikuar që ata të mos e humbin asnjëherë atë dashunin e madhe që e kanë për nënën, ose të rastet kur fëmijët po e marrim kanë shkollat, dëshirojnë shkollat posaçme, kanë zhvillim të ndonjë talenti të veçantë, atëherë kemi të drejtë që të bëjmë padi për të ndryshuar vetëm një pjesë e gjykimit. Pra problemi më i madh është që në këtë rast duhet të veprojë Këshilli Gjyqësor i Kosovës, duhet me domosdo që për idenë time që me këtë rastin e zgjidhjes të martesës, të rregullimit kujdestarisë fëmijëve, të kontakteve dhe të zgjidhjes edhe të mbrojtjes financiare njëkohësisht aty me atë procedurë, edhe për arsye se dua ta ndaj me shikust, lidhur te këto çështje që po bisedojmë, këto janë prioritete për gjykatën. Për shkak se gjykatat janë të stërngarkuara me lëndë, por megjithatë kjo është domethënë me prioritet. Prandaj në këtë prioritet duhet që së bashku me këto të hyjë edhe ndarja e pjesëtimi pasurisë në mënyrë që cili do pe prindve të ketë fëmijët ta kenë edhe më të lehtësuar edhe çështjen e pasurisë të cilën e kanë kriju së bashku në martesë, e ju siç ndodh praktikën gjyqësore kur ata dohen edhe mandej pyetja e parë është te rastet sidomos të grave, ku do të shkojmë ata fëmijë? Sepse në gjithë rastin, në gjithë kohën, ne nuk kena, domethënë nuk e kemi gjithmonë gratë të punësume. Prandaj janë këto probleme shumë serioze, të cilat duhet Këshilli Gjyqësor t'i merr parasysh edhe t'i futë si praktik që bashkë me këtë paket të zgjidhet edhe çështja më delikate që është ndarja e pasurisë në mënyrë që të ju krijohet domethënë në mirëqenia ekonomike e personit i cili i mban fëmijët, për shkak se o borë madhe, dhe unë ju them kur vinë zyrën tem, i them unë e di se një herë jeni emocionalisht, sidomos nonat me fëmijë, po edhe babat se ata janë prind. Sepse shpesh herë ndodh gratë vinë edhe thojnë nive na takon me legja, i them jo me legjë takon të dy prindve, edhe harrojnë ndjesinë që edhe tjetri është prind, domethënë duhet të respektohet edhe tjetri, mirë po problemi është kur marrë tak gjykimi në formës prerë për kundërgëzimet që përjetojnë momental, në këtë rast pjesa dërmuese janë të grave, ato me nderju fillon problemi me njëherë tash çka kena me bu, kush ko me na i maqë këta fëmijë dhe pikrisht këtë drejtim duhet me ndohet mirë mas pari, kur të lidhet martesa, kur të krijohet martesa, për shkak se martesa lidhet mes dy personave me qëllim të krijimit të familjes, shtimit të familjes. Dhe në moment kur bëhet prindër, ata edhe kanë përgjegjësi. Desha ta përmend edhe një rast që në rastet e kohëve të fundit, ju e dini, është mjaft aktuale paraqitja e dhunës familje. Pavarësisht a prej burrit a prej gruas, edhe një farë mënyrë kjo i paraprin automatikisht, ajo mund të ndodh një plasaritje brenda momentit. Kjo na ndodh në jetën e përditshme, na mund të hidhrohemi ndonjëherë me prind, me vëlla, me motër, me fëmijë, me bashkëshort, edhe më njëherë paraqiten polici. Edhe në këtë drejtim, ende na jena në ndikimin e traditës, zakonit, të rrethit që nëse djali i shtëpisë shkon në polici se ka prononcu gruaja, më ne lind pyetja govend, ajo grua në shtëpi. Prandaj në këtë drejtim spori duhet çiftet të mendojnë, të pjekën, të marrin frymë, të shohin veten a janë të pjekur për të hyrë martesë. Në moment kur hyn martesë, është jetë tjetër. Nuk mundesh ti të jetosh jetën siç e ke jetu deri dje që ti ke vendos. Nuk kupton kjo që ti nëse martosh, po hyn në komandën e tjetrit. Nuk po hyn në komandën e tjetrit, po sepse vetë martesa është një kontratë martesore. Edhe në këtë rast dosht pa dosht duhet të bashkëpunohet edhe me partnerin tjetër në mënyrë që mos vinë plasaritje deri në paraqitjen e rastit në polici, mandej si shkon procedura në prokuri, përballja në gjykat, mandej derisa për shkak se edhe në këtë rast na e kena ligjin për mbrojtjen nga dhuna në familje, e cila i ka mosat edhe ndodh shpeshherë ju cakton një kohë për 6 muaj, 1 vjet, mosat mbrojtëse personit të tjetër, edhe në këtë moment, në këtë paket, me njëherë ndodh paraqitja padis. Do me thonë hiq ma larkë se par dje kisha rastin, ishte gruaja me 2 fëmijë të vegjël, edhe ju kishte caktue, do me thonë mosat mbrojtëse, ishte të prind edhe me njëherë e traumatizuar më thiri, tha
tash ta njoftonen që ma ka paraqit pa din përgjigjet ma tepër se sa çka do të ndodh me fëmijët e mi kur babaj edhe nana mezi kanë mundësi që ta mbajnë veten. Prandaj janë probleme shumë thella edhe ju përgëzoj për këtë temë, jo që më keni zgjedhë mu, po ka nevojë këtë temë, mirë po në anën tjetër në këto tema mos t'i përmendëm vetëm pasojat që shkakton ndarja e një çifti, s'paten fëmijë, po gjithmonë të mendojmë edhe në mënyrë preventive, në mënyrë që mos të vjen deri te kjo, për arsye se familja celula e shoqërisë, aty e gjejmë gëzimin, mbështetjen, përkrajen, kurajon, edhe prandaj të arush një familje është shumë vlerë e madhe për të dy popullet. Po, faleminderit shumë, zonja Fëmijës, e di që edhe keni kohën e limituar, kështu që faleminderit shumë që ishit sot me ne. Ta kem në prokurim speciale, ju faleminderit shumë. Faleminderit shumë. E ditë mbarë. Gjithashtu. Petrit, ne si përfundim kështu të debatit të sotëm, e përmendëm pra procedura pas shkurorzimit edhe pasojat pasaj që mund të lënë kjo çështja e prindërve. Por realisht si e përjetojnë edhe prindrit? I diskutuan fëmijët dhe tash si mund ta përjetojnë prindrit këtë proces të shkurorzimit? Çdo ndryshim, realisht në dinamikën e jetës që jemi konë të e bë, pa marrë parasysh çfarë sfere është ajo, patjetër që përcillet me problematika dhe me hezitim ose me vështirësi deri në ripërshtatjen e re, realisht. Dhe kjo vështirësi thellohet qaq më shumë sa është e thellë varshmëria ose ndikimi emocional ose përfshirja emocionale ku kemi qenë në raportin e caktuar, domethënë, nëse ne kemi pas një lidhje që ka përfshirë edhe fizikun tonë, edhe emocionet tona, edhe planifikimet tona jetësore dhe në një formë të shpejtë për një çështje ad hoc, realisht ka fillu konflikti, normal që ka me qenë shumë problematike derisa të rikonceptohet ideja çfarë do bëjmë, si do shkojmë. Është normale që në disa faza të inatit dhe të mlefit, shumë shpesh duket shikim parë edhe në përzyret psikologjike, edhe në përzyret psikoterapeutike, duket shikim parë sikur është një fallaj gatishmërie që po unë do jap fund. Megjithatë pas një kohe, kur gjakrat ta themi, pushojnë, nervoza pushon, mlefi bie, tentojnë me u kuptu disa gabime ose disa gjëra që nuk pas kanë qenë aq të mëdha siç janë duk në fillim, atëherë fillon pak me u konceptu një fallaj pjesë e vujtjes. Ne fillim çdo procesi në farë forme sikur jemi të prirur me mohu, sikur s'ka ndodhur gjë. Jemi pak të mpir nga mendja. Është tamam koncept psikologjik, jo vetëm që po e shpiki, pra është një fallë mpirje emocionale, është një fallë mpirje e konceptit. Dhe kur fillojmë dhe vazhdojmë që okay, tani realiteti është ndryshe, dinamika është ndryshe, ambienti është ndryshe, përgjegjësitë kanë ndryshuar, normal që mund të jetë shumë e vështirë. Unë e thash edhe pak më herët, nëse njëri prej partnerëve tani ka bërë gati dinamikën e re, dhe ka bërë gati alternativa, qoftë të një lidhje të re, të një partneriteti të ri realisht, qoftë ka bërë gati mendimet se si do organizoj jetën e tij, dhe ai sikur po i paraprin edhe më herët që unë do shtyj procesin tim ose do shtyj raportin tim drejt divorcit dhe ndarjes, ai mund ta kaloj pak më lehtësisht. Por gjithmonë njëra palë është pak më e prekur, është pak më e lënduar dhe kështu përgjithësi. Faleminderit shumë Petrit që ishe sot me ne. Kënaqësia ime. Faleminderit shumë. Edhe ndërkohë shikues, me kaq vetëse po e përmbyllim edhe ditën e sotme, ndërkaq që muaj me Donjetën, shihemi nesër nga ora 7.